Mirëmëngjes dhe përshëndetje e miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e radhës në ora juaj të fundit takim për këtë javë, të fundit për këtë muaj, në fakt na ndodh disa herë që të jemi në të tilla kushte. Jemi drejt për drejt në Ora News dhe në live stream në oranews.tv si çdo ditë nga hëna në të premte dhe për sot do të ndajmë së bashku këto 2 orë të para të mëngjesit. Shpresoj të jeni duke na ndjekur. Fillimisht do t'ju informojmë disa për lajmeve dhe zhvillimeve kryesore të orëve të fundit dhe do të kthehemi vetëm pas pak minutash në pjesën e drejt për drejt komunikimit me ju në 3 pjesë të njëpasnjëshme deri në fund të emisionit. Do të kemi kohë deri atëherë fillimisht me zhvillimet nga vendi në horanews.tv. Dhuli databaza e Instatit rritje prej 32% të numrit të dhënave. Strakosha rritje besimit ndaj komisionit për mbikëqyrjen e shërbimit civil. Ka regjistrim të Bashës që flet në radio. Avokati jep detajet të dosjes për 21 janarin. Vlorë aksion blis në zonën e Skelës, kontrollohen makina luksoze ndaj me xhama të zi. Karanja, ke prokuror që nuk e shohin dot një vendngjarje pasi ka ndodhur një krim shumë i rëndë. Çfarë po ndodh në Vlorë? Policia aksion blic në zonën e Skelës. E marta e zezë, Laçi njerëzit përdorin thikën për të vrarë, nuk ishte thjesht momenti që i çoi aty. Kapen flagrans trafikanti i viçave nga Maqedonia e Veriut, kam lidhje me policinë 200.000 lek, koka. Shoqëria depresive, Xhaferi, në Shqipëri ne ndjejmë një depresion agresiv të mirëfillt. I dashi Laçet pa para sepse shëndeti nuk pret, rrëfimi i prekës i farmacistes flutur Adeka. Kita punëtorët shqiptar punojnë me orë të zgjatura për paga që nuk u mjaftojnë as për muaj. Islami politikat ekonomike të shije nga këndvështrimi qytetar, jo ai oligarkëve. Islami si mund t'i edukoj fëmijët, një mësues që mezi ka marrë pese. Kita pensionet dhe pagat janë shumë të ulta për koston e jetesës. Me mira herë kam dhënë ilaçe me listë të rrëfimi i farmacistes flutur Adeka. Islami shteti do subvencionoj qiran dhe shpenzimet pas lindjes për çiftet e reja. Islami pas siguria për shpenzimet po pengon çiftet të krijojnë familje. Përplasin një gjendje të dehur një makinë tjetër ku ndodhe një person arrestohet policin në Tiranë. Dahet nga jeta në moshën 47 vjeçare në Shëbat djali i shkrimtarit shqiptar Fatos Kongoli. Avokati e popullit, harta e re gjyqësore po dëmton të drejtat e fëmijëve. Ministria e Shëndetësisë propozon draftin për sigurinë e dhurimit të gjakut dhe qelizave riprodhuese. Qeveria shpall 11 zona me përparësi zhvillimin e ekonomisë malore, fshatrat që përfshihen. Aksidente pasoi vdekje në Korçë, makina përplas motorin pranë karburantit, humbi jetën një person. Mesazhe që imitojnë faqen e postës shqiptare, policia tentativ mashtrimi kibernetik. Gjykata e Vlorës lë në burg shoferin që përplasi për vdekje 17 vjeçari. Ndarja e viktimës është vrasje me dashje, ta shpresohet ligji. Tjetërsimi tokave në gjirin e Larzit GKK lë në burg rumin vllajën e tij, si dhe vllajën e deputetit të Partisë Socialiste. Ora ju siguron pamjet e aksidentit tragjik në Vlorë, ku humbi jetën kamarieri 17 vjeçar nga shoferi i dehu. Rama. Video 14.782 raste të raportuara, Rama vijojnë punën për të liruar hapësirat publike. Aksidentoi për vdekje shtetasi në Vlorë, gjykata lë në burg 32 vjeçar. Pas rrëzimit të kërkesës nga KAS, kolegji zgjedhor pranon kërkesën. Gjergjnika regjistrohet zyrtarisht si kandidat i pavarur për kryetar bashkie në Vlorë. Transportuan 16 kg lëndë narkotike drejt Greqisë, policia e Korçës vënë në pranga 37 vjeçar. Avokati financohet nga Sorosi, debat dhe tensione në gjyqin për tragjedinë e Gërdecit. Vrau turistin nga Tirana për një foto me kalin e tij, burg për autorin shfaq pendes në gjykatë. Avokati Jordan Daci nuk do të jetë në gjykatën kushtetuese për çështjen e Loveliait, ja pse.
Pengonin qarkullimin e mjeteve dhe këmbësorëve zhduken mjetet e parkuara në anë të rrugës në Vlorë. Në kërkim ndërkombëtar, kapet në tropoj 46 vjeçari dënuar për marrëdhënie. Gazetari publikon një audio-video e debatit në seancë skandal në gjykatën e Kukësit. Gjyqtarja Aisha Xhafa përjashton avokatin nga salla dhe revokon nga çështja. Dosja 5.370 milion lek shitje fiktive për përfitime nga fondet publike. Prokuroria jep masa sigurie për 3 personë. Arsenali i armëve në mes të Tiranës. Furgoni me logo mirëmbajtja rrugore, 3 javë i parkuar te Myslimshyri. Akuzohet se abuzoi me një djalë në Tiranë, arrestohet 48 vjeçari. E pësoi edhe pronari ku ishte punësuar fëmia. Pezullimi për gjini reagon nëna e Najarës, është vajzë mjaft e traumatizuar. Lejuan ndërtim të palishëm të Rana Hedhun në ekzekutohen 7 masa sigurie nga aksioni në Lezhë, dhe pra nga zyrtar dhe ish zyrtar. Zbulimi i Arsenalit të armëve në Tiranë, Proda denonconi çdo rast që cënon sigurinë publike. I dënuar për dhunë në familjen Itali kapet 58 vjeçari në Malësi të Madhe, pritet ekstradimi. Në sallat e gjyqit mungon infrastruktura, avokati duhet të vijojë protesta, vrasja e gjyqtarit ishte një revolt ndaj sistemit. Video me pranga në duar në Rinas, ekstradohet njeriu që koordinoi pastrimin e parave të bandës në Durrës. Foto, kamioni aksidentohet me Toyotën në aksin Lezhë-Shkodër. Furgoni me arsenal armësh mjeti mbante logon e një kompanie ndërtimi dhe element sinjalistike për t'u kamufluar. Skandal në Kufi, zbulohet rrjeti kontrabandës së viçave nga Maqedonia e Veriut në Shqipëri. 3 vrasje në një ditë, ekspertët nevojë urgjente për kujdes të shtuar të shëndetit mendor. Përgovjojmë me zhvillimet nga politika. Lapaj, nga paketa e maleve, do plasin vllavrasit. Haxhi Mali, modeli më i mirë për ndarjen e bashkive. Janë 36 rrethet. Revelia me Byzylyk në kushtetuese në masa të rreta sigurie, gazetari në të vime pranga dhe i shoqëruar. Softa në disa burgje të vendit, të fortët i kanë kthyer ambientet e edukimit në palestra private. Në orën 12 sot mbledhje e posaçme, mesazhi që u është shpërndar deputetëve të Partisë Demokratike pasi mazhoranca refuzoi komisionet hetimore. Partia Socialiste refuzon me Gonigal e 11 majin, PD braktisë parlamentin, Berisha do nisim mobilizimin. Berisha kërkesë për komision hetimor për çështjen me Gonigal, Çuçi nuk ka objekt të plot hetimi. PD-ja nuk voton shkarkimin e Peleshit, Paloka ishte nga dres, u hodh diçka tjetër në votim. Balla opozitës nuk ka propozim më të dobët që nga 2002, sesa ky që keni bërë ju për komisionin hetimor me Gonigal. Ku i ke kostumet dhe çantën Louis Vuitton, Berisha debat, mode me manjë në parlament, ky i fundit zhvishet. Ky qytet është yni, Binaj takim në zonën e Myslimshyrit, qytetarët janë zëri i tij. Manja kemi detyrimin të zgjedhim avokat popullin mbi palët. Blushi, reforma në drejtësi u bë për të burgosur politikisht liderët e opozitës, Meta dhe Berisha, instalimi i regjimit policor. Sali Berisha i drejtohet Ursi Manjës, e kam regjistrimin tënd, nuk ke shpresë. Romina Kuko, cili ligj umbron që i shërbeni 15 vjeçarëve alkool dhe cigare, i them policisë. Nuk është ruajtur dinjiteti, arrestimi i Medës, avokati i popullit në Kuvend,
mënyra e ndalimit në kundërshtim me ligjin. Duhet mbështetje financiare, avokati i popullit në kuvend raporton balanca, vetëm 23% e rekomandimeve janë zbatuar. KZG Gjernika të regjistrohet si kandidat i pavarur për zgjedhjet e pjesshme në Vlorë. Demo paketa e maleve nxit investimet dhe zhvillimin në zonat malore të Shqipërisë. Lulzim Basha del pas më shumë se një ore nga SPAK-ja çfarë deklaroi për mediat. Zbuloi arsye paraqitjes së Bashës në SPAK pyetet si person në dieni për 21 janarin. Reforma në drejtësi dështim i paralajmëruar, Xhixho shqiptarët e kanë humbur besimin. Shtyhet 11 nëntor seanca ndaj ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu. Lulzim Basha paraqitet në SPAK. Peleshi konfirmohet kryetar deputeti i Partisë Socialiste e Malaj nuk ka pasur asnjë shkelje nga kryetari i kuvendit. Pse takoni natën me kandidatin për Tiranën, Balla Demokratëve? Ka frikë të shfaqet me ju se nuk e votojnë njerëzit. Topalli reforma në drejtësi ka dështuar vite pa gjykatë kushtetuese të lartë dhe me vakanca kudo shteti në koma. Kodi i penal brenda 2026-s, Lamallari, konsultime me të gjithë aktorët, miratim edhe nga BE-ja. Spirbali takon Rasmussen. Danimarka vlerëson progresin e Shqipërisë drejt integrimit me Bashkimin Evropian. Për herë të parë, Shqipëria dhe Italia mbledhet përbashkët mes dy qeverive në Rom. Alarmi i sigurisë në sistemin e drejtësisë, kryetari i AKLP-s në seancë plenare në 2024, 11 prokuror ankesa për mbrojtje. Topalli sugjeron Peleshit rendi i ditës me 25 pika i ngjeshur të ndahen seancat plenare. Seanca e dytë e kuvendit, Bogdani raporton për veprimtarinë e KLP-s për vitin 2024. Moshkarkimi i Peleshit, Balla, u mbush mali me Rush dhe Polli vetëm 10 vota, kishit 36 frymëtar këtu ku ju humbën. Skandali me minatorët tabaku shpërthen në kuvend, po i tërhiqni zvarë si halabak. Me goni gallë 11 maj, Balliu po anashkaloni komisionet e kërkuara nga opozita. Washington Post, skaner kandidaturës së Florian Binajt do të çliroj vendin nga partitë. Berisha takim me Komitetin e Stabilizim Asocimit, Krimi dhe Korrupsioni, po minojnë integrimin e vendit. Këta kanë shtruar parlamentin në një klub ku ka vetëm kaos. Berisha, Niko Peleshi mbrojti me hipokrizi kolapsin që ka krijuar. Rama provokoi me diellën, gjiknuri në kuvend. Berisha në 2007 ngriti një grup pune për Shqipërinë bërthamor. Niko Peleshi i shpëton shkarkimit përmes votimit të fshehtë, opozita shpërthen në sallë. Partia Demokratike kërkon shkarkimin e tij, Peleshi, opozita ka pasur 60% të kohës së fjalës, jeni përçarës. Spirbali takim me ministren për Europën dhe ministrin e jashtëm, zgjerimi i BE-s, objektiv strategjik. Debat në kuvend për shkarkimin e Peleshit, gjiknuri, recet për kaos, nuk ka shkelje. Po do kërkon shkarkimin e Peleshit, i Picasso, ik para votimit dhe jep dorëheqjen. Rama, kur zoti shpëtoi Donald Trump, plani ishte që të zgjonte Europën. Seanca plenare, Briseta Çakëri betohet si deputet e Partisë Socialiste në vend të Bruna Mersinit, po do kërkon shkarkimin e Peleshit. Rama në forumin e paqes në Paris ka diçka që nuk shkon me botën, nuk po shikoj Europën të dëgjohet. Seanca plenare mblidhet konferenca e kryetarëve, debat 90 minutash për çdo raportim institucional. Ish deputeti i Partisë Socialiste në krye të postës shqiptare, Balluku prezanton Etienne Xhafajn
profesionist i sprovuar që ka eksperiencë në disa fusha. Berisha Agrëmalaj po ndërton rrugë personale për në banesën e tij me parat e shqiptarëve. Kam lindur në Shqipërinë e diktaturës, eurodeputetja shqiptare o suedeze shansi të ndarësoheni brenda 2030-s, politikanët të bashkëpunojnë. Video Ramandan Pamit nga Pallati Elize për darkën zyrtare me presidentin Macron. Reforma zgjedhore, Hoxhaj, partitë e vogla jo të përjashtuara nga tryeza PD i takon të jetë faktori kryesor. Ndalemi të zhvillimet nga rajoni. Dështon takimin në Kosovë për buxhetin, partitë nuk arritën konsensus në mbledhjen e kryesisë ku vendit opozita duhet zgjidhje. Kosovë qeveria po zgjedhje, Canaj, partitë ish opozitare, kanë pranuar takimin që t'i thonë jo presidentes. Vučić i kërkon Shteteve të Bashkuara më shumë kohë për rafinerinë serbe nën kontrollin e Gazprom, mos vendosni sanksione dytësore. Siria njohu Kosovën si shtet pavarur, zemrohet Vučić, ishte e pritshme, atje marrin urdhra. Analiza e Radio Europa Lir, kanalet proruse në Telegram si armë informative kundër Kosovës. Presidentja vendos për qeverinë Zeqaj, Kosova ka disa muaj në blokadën e qëllimshme politike. Gjermania dhe Britania mirëpresin njohjen e Kosovës nga Siria. Kosova pa qeveri. Presidenti Osmani i thret liderët e partive politike në takim të premten. Grënë në rasti i Thatchit nuk është drejtësi pas lirimit t'i padis të gjithë Hagës në gjykatë amerikane. Departamenti Amerikan i Shtetit vendimet e fundit të Republikës Sërbs kanë ndikuar në heqjen e sanksioneve ndaj Dodik. Falënderime për Osmanin, Kurdi, Siria një shtetin e Kosovës, një tjetër fitore diplomatike për vendin tonë. Njohje pavarësisht shpërthen mediat serbe, skandal, Siria pranoi Kosovën. Kroacia arrit pagën minimale në 1050 euro. Vučić i mon akuzat se qëndron pas incidenteve antiturke në Mal të Zi. Për shpallën fajtor pas një provë, në gjyqin ndaj shkrerëve të UÇK-s, Rubin dënimi pa prova i atyre që luftuan për liri do ishte tragjedi. E djela, ndan komunat e Republikën e Maqedonisë së Veriut, azili rezultatet mund të ndryshojnë nga raundi i parë. Në atë të dytë, analiza e Radio Europa Liri vetëm kundër të gjithëve, si humbi Kurti aleatët dhe dështoi ta bënte qeverinë. Tiktaku për qeverinë e Kosovës, Berisha, dështimi i kësaj qeverie në 5 vite asnjë zhvillim. Siria një Kosovën bëhet shteti numër 120 që njeh pavarësinë e shpallur në 17 shkurt 2008. Jo me zhvillimet nga bota. U kap me 40 kg kokainë, dënohet me 15 vite burg shqiptari në Republikën Dominikane. Paralizohet Jeruzalemi, rreth 200.000 hebrej ultraortodoks në protest. Zelenski dënon sulmin e fundit rus, bën thirrje për më shumë sanksione. Macron përballet me popularitetin në rënje, Le Figaro, vlerësimi i tij vetëm 11%. Kërcënon ta fshi Belgjikën nga harta, Medvedev quan torpedon bërthamore si armë të ditës së gjykimit. Trump merr goditje të rëndë nga bashkëpartiakët, Senati miraton
përfundimin e tarifave ndaj më shumë se 100 shteteve. 4 metra më lartë, Sagrada Familia e Barcelonës bëhet kisha më e lartë në botë. Uragani Melisa shkatron Jamaikën, e djatha ekstreme holandeze humb zgjedhjet. Charles III i heq titullin e princit Andrew pas skandalit me Jeffrey Epstein. OKB-ja dënon mizorit në Darfur, Sudan, pas shkeljeve serioze të drejtave të njerëzit dhe qindra vdekjeve. Senati Italisë miraton reformën në drejtësi hap rrugën për referendumin vendimtar. Marrëveshja e pushimit në Gaza, Hamasi dorëzon Izraelit e shtrat e 2 pengjeve të tjerë. Komandanti i lartë i Ukrainës hedh poshtë pretendimet ruse për qytetin në Donetsk. Propaganda nuk korrespondon me realitetin. Rrëzoi helikopterin Mbretërinë e Bashkuar, 1 vdekur dhe 3 plagosur. SBA Senati voton për heqjen e tarifave të vendosura nga Trump. Në të gjithë botën, 4 republikanë bashkojnë votat me demokratë. Vdekja e nipit të aktorit Robert De Niro, policia amerikane bën 5 arrestime të tjera pas 2 vitesh. Lulu Fest, omazh për artin frymor dhe trashëgimin muzikore korçare. Bill Gates, fokusit e përmirësimi i jetës për klimën, jo vetëm ulja e temperaturave. Ekzekutime, tortura dhe duele gladiatorësh si në kohën e romakëve, jasin të shkohen nga komandantët ushtarët rusë që braktisin front. Shkencëtarët zbulojnë një formë të panjohur rjete në akullin e Arktikut. Arabia Saudite ka prezantuar ndryshime të reja në rregulloret e vizave të umrës. Fitore simbolike për Le Pen. Për herë të parë, Asambleja Kombëtare e Francës votoi në favor të një propozimi nga partia e saj. Kryeministri i Ontarios, ambasadorit amerikan, merr në telefon dhe kërkon ndjes. Trump kufizon numrin e migrantëve që do të pranohen në Shtetet e Bashkuara, do t'u jap përparësi. Ish kryeministri izraelit, Gaza është e Palestinës. Polonia shtyn rihapjen e kufive me Bielorusinë në solidaritet me Lituaninë. Rusia, bisedimet e paqes me Japoninë janë të mundshme nëse Tokyo heq dorë nga kursi antirus. Video grabitje e re në Francë, burra të maskuar si oficer policie hynë me forcë në një punishte ari në Lyon. Dhe në fund lajmet nga sporti. Tensione mes Vinicius dhe Xabi Alonsos, falje publike por ende s'ka paqe. Allegri në alarm, mbrojtja e Milanit në vështirësi, zbulojnë problematikat e kuqezimve. Historike në NBA miratohet lëshitja e skuadrës mitike Los Angeles Lakers. Modji bekon Spalletin, zgjedhja më e mirë për Juventusin, polemikat për tatuazhin Marzira. Deadline kanë karta me autografin e Lamine Yamal mund vlej deri në 20.000 euro. Ngjarje tronditse në Rusi, 4 persona tentojnë të rëmbejnë lojtarin e Zenitit. Vinicius Madrid, rinovimi ende pezull, dëshira për shëndrim në rol i ri pas ardhjes së Mbappés. 14 fitore radhazi, Bayerni thyen rekordin e Milanit të Capellos. Nebiazi Aslanit e Torino hap vendimtar për rritjen e tij. Real Madrid do të padisë UEFA-n, klubi madrilendo 4 miliardë euro dëm shpërblim. Një minutë lexim. Kategoria e parë, ky është formacioni dhe trajneri më i spikatur javës së 9. MotoGP, një dekadë nga incidenti i Sepangut me Landri, Rossi nuk kishte viktimë e goditi qëllimisht Marquez. Erion Bogdani Serie B, klubi zyrtarizon emërimin e sulmuesit kombëtarës, të cilit i kërkohet një mrekulli. Në zyrtare, Juventusi ka një trajner të ri, Bardezin, prezantojnë Luciano Spalletti. Dhimbje koke për trajnerin Arne Slot, Liverpooli humb për 6 javë në holandez. Historike në NBA, shite skuadra e Los Angeles Lakers, epoka bas mbyllet pas 46 vitesh. Goli i shekullit, Argentina lëshon monedh argentin në nder
të Diego Armando Maradonës. FIFA hap fazën e dytë të shitjes së biletave të botërorit 2026. Çmimi i tyre kalon si ankand në varësi të kërkesës rritet. Këto ishin zhvillimet dhe lajmet kryesore të orëve të fundit, të cilat më detajuara i gjeni në oranews.tv. Shkojmë në publicitet dhe kthehemi pas pak në pjesën e komunikimit me ju. Ne kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit dhe të parën e komunikimit të drejt për drejt me ju, si zakonisht në dy numrat e kontaktit 068 60 54 639 060 860 54 639 dhe 068 99 00008 nuk pushoj mesazh. Shikoni, ka mund të shkruaj edhe përpara se ne të futemi në komunikim, në hapësirë e komunikimit të drejt për drejt me ju. Okej. Jemi në këtë hapësirë ku gjithë ju që doni të na bashkoheni dhe bëni pjesë, mund me shumë kënaqësi të na bëni pjesë, pra, duke folur për problemet dhe shqetësimet që keni, si kundër dhe në rrjetet sociale. Sa ju përcollëm lajmet e zhvillimet kryesore të orëve të fundit që më detajuara i gjeni në oranews.tv, si zakonisht në fakt, edhe lajmet të cilat ju i keni humbur prej ditëve dhe doni që ta gjeni, e keni aty, mjafton të klikoni me një fjalë kyçe dhe ju del me një herë. Telefonata e parë, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urdhëroni. Jam një qytetare nga Pyeri. Po? Para 6 muajve më ka vdekur burri. Dhe para një viti e gjysmë ose 2 ka dalë një vendim nga shteti shqiptar që pensionistët nuk paguajnë taks për banesën. Shikoj në faturën e ujit që më vjen taksa e banesës akoma. Megjithse unë jetoj e vetme, fëmijët janë të ndarë nga mua, por figurojnë në tapinë e shtëpisë. Po. Shiko, e dashur, ka një ku keni lexuar si përcaktim, le themi kështu? Në televiziorit dëgjova që pensionistët nuk do paguajnë taksë shtëpie. Po çfarë takse ke paguar për shembull? Një taks, po them me lekët e vjetra, 2800 lekë në muaj, që i thonë një pension në vit. E kuptova. Juve si ju vjen kjo faturë? Me faturën e ujit bashk. E keni aty? E kam dhe mund ta gjej, por unë vajta në një ku kam dorëzuar dokumentat që kisha bërë ndarjen me fëmijët e mi. Dhe ajo më tha është e mbaruar kjo punë. Dhe nuk i kushtova rëndësi, sepse atëherë ishim 2 persona në shtëpi. Dëgjoj. Dhe me ato pensione kollandriseshim. E kuptova. Ndërsa sot unë jam vetëm me një pension. A është e mundur që të na e vendosi në dispozicion këtë faturë? Po, ta gjej dhe ta dërgoj. Gjejeni, ju lutem, edhe na mundohu të ma dërgosh që të pyes dhe ta përcaktojmë një herë mirë këtë çështje, sepse më kanë pyetur edhe të tjerë persona, por nuk e gjej shprehimisht të përcaktuar këtë gjë. Por gjithsesi të lutem. Asgjë fare. Ditë të mbarë jetë gjatë. Shumë faleminderit, bashkë me ju. Një fundjavë të këndshme. Ne presim tjetër telefonues në 068 60 54 639 068 99 00008 në këtë fillim të pjesës së parë të komunikimit të drejt për drejt me ju. Jemi në takimin e fundit për këtë të premte të datës 31 tetor dhe po ashtu takimin e fundit të këtij muaji në Ora News dhe në live stream oranews.tv. Kemi telefonat, mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Kemi apo jo? Alo, mirëmëngjes. Uleni zërin televizorit, ju lutem, mirëmëngjesi. Glodi mirëmëngjesi si jeni? Mirëmëngjes, si jeti? I faleminderit. Unë kam një problem që më ka marrë djalin pengat atë policisë, Glodi. Ule zonin e televizorit, lutem. Po vllai. Ule zonin e televizorit. Ma kanë marrë dhe më kanë marrë shumë firma, nuk e di se pse. Po, tani ju dëgjoj, urdhoni. Unë më kanë marrë armandit, më kanë marrë kop një i komisariatit atë greku, ta nuk e di se nga vinë. Se kam qenë në jug, kalja 2-3 ditë, edhe më ka marrë shumë firma për paret, s'ka drejt me heqi lekët. Nuk e kuptova, si për paret? Lekët
lekët e pensionit e punës e këta që e fondin që kemi neve s'kan drejt me heqën të huajt parat. Se më ka marrë dhe djalin, du të më kthej djalin. Të më kthej djalin me lirë edhe parat s'ka drejt na vjeti fondin tonë, apo jo? Çuditshme, nuk e di, po nëse keni ndonjë pretendim, unë unë sune me gjykata me ato ligjet e shteteve të botës. Që vëjnë kënë dispozicion. Nuk vjetet leku huj, edhe para e huj, e tjerëve. Fondin tonë që kemi edhe lekët e punëtorëve. Nuk e di nga të grekut, a se kush nuk e di, se kush e bën këtë punë. Si jugatur edhe në aseri, jugatur t'jeni nga jugu, jutur shëdi se kujtë. Po shiko, e dashur, edhe një herë. E kuptoj, po në rast se keni ndonjë pretendim, pse nuk e denonconi në institucione? Unë policia ma hamor këtë djalin. Si? Ky në ka hek parat e bukës, në ka hek bukën e gore, se gjitha e plodu. Unë jam lëtë për ata lek. Me që shkoj puna kështu, unë jam lëtë për ata lek. Edhe parat e hekët janë personale dhe është fondi nonës. Leket parat. është fondi nonës. Këto të semi kanë heqë mu paret, nuk e di se kush e ka marrë, me letra e me shkresat, e se jenë procedura që unë nuk i kuptej. Që i bëjnë ata? A janë në onë pozitive, apo janë në onë negative? E të se këto më kanë marrë të më këthejnë në djali lirë. Se marra burgot. Okej. Po thash, është më mirë që ta denonconi e nderuar për pretendimet tuaja se sa vetëm kështu se. Po do të janë kohë më Klodi, shashe se unë kam qenë punë edhe nuk më kam atë pjesë pros. Ja Ti di, të kuptoj. Të punova me ndërtu këto, se uzia ndërtu në parit tanë. Të kuptoj dashur. Faleminderit, të përqafoj shumë. Faleminderit shumë për telefonatën. Edhe ti kalosh një ditë sa më të bukur. Shkoj me tjetër telefonues. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhë. Jam një zonjë nga Lagja 5, rruga Stefan Dhima Dus te pallati Ivangjur Dakos. Po. Erdhën pastruan vetëm pjesën aty te garazhi para. Pallati është mbushur komplet, katet e para, i dyti, i treti plot me plera, mbeturina, gjëra nuk kanë lënë, me ndërtime nuk kanë lënë gjë pa hedhur brenda. Vdi që mo Klodi na grin, po na hyn mit brenda në shtëpi. Ashtu, Vinë është shumë e rënd. Të lutem dërgoj një gazetar po ke mundsi. E kuptova, në cilin lagje? Lagja 5, rruga Stefan Dhima, te pallati Ivangjur Dakos, që fut Ivangjur. Çfarë nuk funksionon aty? Aty nuk funksionon, plerat i hoqen këto këtu përpara te ku ka qenë garazhet. Tashi pallati që nga kati parë deri në kat 4 është mbushur komplet me plera. Me mbeturina, me rroba, me gjëra kështu hidrosanitare, po të them na grin mint. Era nuk hapim do dyert, erë rënd. S'merr shumë. Për sa kohësh? Vajti gati 2 muaj tash i kam filluar, jam mbledhur vjen dhe një burra gjashash, bie qend aty. Bie 20 qend nga ata të rrugëve. Okej. Po patë mundsi na ndihmo. Tjetër. Po e mbajmë shënime dashur, faleminderit shumë që na informove. Faleminderit, Klodi, mirupafshim. Ju dëgjofshim. Po e mbaj shënim se do dërgoj një gazetar. Okej. E mbyllu me zonjën, Mund ta mbylli dhe ju aty? Jo, s'ka gjë. Ju falim. Ju ka kapur Halloween-in, po. Okej. Shkoj me tjetër telefonues, mirëmëngjesi. Larguar. Mirë presi pak çaste në 068 99 00008 në 068 60 54 639 në këtë pjesë të partë komunikimin me ju dhe të dytën të programit si për herë këtu në Ora News dhe në live stream oranews.tv. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ule zërin e televizorit e dashur të lutem. Urdhëro? Ule zërin e televizorit të lutem. Zërin e televizorit Astrid. Astrid ule. Mirëmëngjes, Indra. Mirëmëngjes. Kam një ankesë. Kemi dërguar dokumentat e shtëpive të Kaloviz një Gjirokastër. Po. Dhe nuk në kanë kthyer përgjigje. Kemi deri në datën 19 gusht. Kemi vajtur atje 4 6 i themi për dokumentat
që të hapim gjyqin, e to do t'ua dërgoj, do t'ua dërgoj nesër. Do t'ua dërgoj sot, do t'ua dërgoj nesër, vajtëm 2 muaj gjysmë, mbushin 3 muaj, asnjë përgjigje nuk po na vjen, na dokumenta që kemi bërë. Në cilin vit e keni bërë aplikimin? Aplikimin e shtëpive, Po pra këtë aplikimin, kur e ke bërë? këtë aplikimin e kam bërë në 19 gusht. 19 gusht me prokurë të posaçme. Në 19 gusht të këtij viti apo jo? Po. Për certifikat pronësie. Po. Po gjatë kësaj kohe do të kishte ardhur një përgjigje se Po duhet na kishte ardhur, ashtu e kemi një konflikt dhe duhet na kishte ardhur. Nuk dim ku të drejtohemi. Në Albania keni kontrolluar? Në Albania për momentin jo, nuk e kemi kontrolluar, po ne duhet na i dërgonin me postë këtë dokument. Ai është dokument që dërgojnë me postë. Në dokumentin e aplikimit e keni? Dokumentin e aplikimit? Po. Që keni aplikuar pra për certifikat? Po, e kam. E kam. Si mund të na e nisësh? Të nisë dokumentin e aplikimit? Po, ta nisë në ndërmjet telefonit me ku ta nisë? Më jep numrin tënd të telefonit, lutem. Numrin tim të telefonit. Ja një sekond që ta shkruaj se na jep çka. Jo, ma jep mua ti zonjë. Po, e kuptoj që të marr telefonin të Po s'ka nevojë ta shkruash. Ta lexosh, okay, kuptova. Më thuaj. 067 Prit një sekond. Po? 067 734 19 Po? 33. Një moment. Po, e sakt. Faleminderit zonjë. Miru pasim qofshi mirë dhe inshallah o Zoti i Madh bëshi na gjë të mirë. Më the për një konflikt, çfarë konflikti ke aty? Me vllai për pronësinë e shtëpive. Me vllajin tënd apo të burrit? Të burit. Aha, se dëgjova burrin që tha me vllajin. E po se ashtu. E di, nuk i vjen mirë patjetër, kujt i vjen mirë. Po si vjen ashtu është, të kontrollon në atë mënyrë. S'ke faj. Faleminderit shumë dhe do dëgjohemi. Miru pasim qofshi mirë. Gjithë të mira dhe për juve. Presim tjetër telefonues. Mirëmëngjes. Urdhë? E kuptova. Mirëmëngjesi. Alo? Përshëndetje, të lutem, u le zërin e televizorit. Alo? Po, Klodi. U le zërin e televizorit dhe flasim vetëm nga telefoni, të lutem. Po, e ula. Jam nga fshati Rajq. Po? Kemi shumë problem të madh më veshim me qenet, që bien qenë me makina, me drejt, mund të kenë 500 qenë këtu, nuk shojmë do të fëmijë në shkollë. Shkojmë në bashki, as i mas nuk marrin. Shkojmë në polici, as i mas nuk marrin. Kam mësit në animonin që të pënahan fëmijë. Po ku, si po hanë fëmijë? Janë qenë rrugë? I shojmë me shoqërus, i mas me shoqërus, se nuk kam mësit. A e kupton? E kuptova, po, do të thënë, janë qenë të banorëve të cilit i lënë në rrugë, apo janë qenë të braktisur? Jo të banorëve, jo. Janë qenë rrugëve shu. I bien me makina, i lëshojnë, edhe... Ashtu, Po si, na kanë rënë baktit, po na hanë lopët, po na hanë, në fushët. Sa kohë po bën kjo? Kjo po bën një vit e saj, kemi njoftuar ata sa kohë një fare. Do flasun sot, dakord? Shumë faleminderit. Të lutem. Të flasësh me këta të bashkisë Prenjes. Po, pa merak, do flasun sa po të mbaroj emisionin, dakord? Shumë faleminderit. Po e mbaj dhe shënim. Faleminderit juve për telefonatën. Do të presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo? Okej. Nëse janë disa mesazhe. Ngatroni formatin, nëse dukshëm ngatroni formatin. Nuk di as të shkruaj. Kujdes atë në fund, se janë të rëndësishme. Gjuhën e kemi kaq të bukur, mos na shtrembroni. Se është vlerë. Gjithsesi, presim telefonat tjetër në 068 99 00 008 068 60 54 69.
Alo, përshëndetje. Alo. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Po, ja, një sekundë se largohen. Po. Me Klodin desha të flasë. Klodi jam, zoj? Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Djallë sa jam unë, ka marrë disa herë, po të bezdis, kam shkru. Për atë të përndjekurve? Si? Kompensimin? Për kompensimin, Në dhjetor është të në vjolca? Në dhjetor mbyllet, Klodi më duket. Po pra se mbyllet, do shpërndahen. Si? Po pra për këtë fakt do shpërndahen, se aty mbaron ajo. Po që të them, më shpirt. Kam pyetur sa, të dërgoj të gjitha mesazhet që kam folur, ja ku jemi, prit. Dhe i fundit ka qenë në... Faleminderit se nuk ma ke borç, po... Një s'është më borxhi. Gjithje shumë njerëz këtu. I fundit ka qenë në datën... Pardje. Më thënë, në datën 29, në datën 10 më ke shkruar një mesazh di mua. Po. Po, tentova thua të lidhem në emision dhe pas disa ditësh më kam pyetur sërish dhe më kanë dhënë të njëjtën përgjigje. Më kupton? Si... Rësi ka që nuk ka problem dosja, më kupton? Pjesa tjetër pastaj. Prandaj po them. Na doli emri, kemi bërë shumë aplikime. Ndaj po them pra, që rënsika nuk ka problem dosja, pastaj pjesa tjetër do zgjidhet, vjollca mirë. Ti rrofshë Klodi, faleminderit, po unë them se nuk kam për telefonuar, se më them jam të bezdis. Mua? Po. Ti mua më shkruaj dhe më merr në telefon sa herë të duash, ti ke dhe numrin tim, kështu që unë nuk e kam shfaqur ndonjëherë këtë pjesën e shqetësimit apo mungesës mirëkuptimit. Më duket mua se nga që po të marr disa herë. Po me qenë se të duket, unë po ta them që nuk është kështu, se po të ishte, nuk do të përgjigjesha. Mirë, ti rrofsh, faleminderit. Faleminderit shumë edhe ty. Domethënë, deri dhjetor. Po, e dashur. Mund të bëhem përpara, pse jo? Faleminderit shumë. Faleminderit, rrofsh, gjithë mirë. Edhe për ju. Okej, jemi në pjesën e parë në përfundim, para se të shkojmë me telefonat, jemi me mesazhin tonë të përditshëm për gjithë ato 1001 ankesa që marrim çdo ditë përmes bisedave në studio me ju, përmes mesazheve, përmes njerëzve të anë të afërt, patjetër që me të drejtë ankohen për pensione të ulta, të cilat sado që të indeksohen, të rriten, të shtohen në bazë të kushteve dhe kriterëve, sërish mbesin ato. Që të thotë, ka ardhur koha që ne të jemi pak më të përgjegjshëm për veten tonë dhe të bëhemi si pjesa tjetër e asaj familjes madhe ku ne duam të bashkohemi edhe pse jemi në zemër të Europës, por kur shkojmë me letra atje, ka një lloj përgjegjësie personale në botën perëndimore, e cila është vërtet për t'u admiruar dhe jo shumë larg. Madje edhe vendet rreth e rrotullesh e kanë këtë lloj përgjegjësie dhe përgjegjshmërie, duke menduar pak më shumë për të ardhmen. Pra jo sot për sot apo sot për nesër në kuptimin e drejtë për drejtë fjalës, por sot për nesër për një të ardhme tjetër, e cila në rast se duam të jetë më e mirë, më e sigurt dhe as pak me probleme, zgjidhjen e keni këtu poshtë. Fondi Sigal. Sigal Invest bën të mundur që ju të kontribuoni me sa mundësi keni, qoftë edhe minimale, në mënyrë që të keni pension dinjitoz, dhe kur them dinjitoz, të përmbush gjitha nevojat që ka një pensionist në muaj. Dhe mos kemi ato lekët e vogla që ju merrni, të cilat në rast se do të kishit një sebeb, në rast se do të kishit një fatkeqësi, në rast se do të kishit, një problem, a një gëzim, nuk do t'ju dilnin për 24 orë. Thënë kjo, ka ardhur koha që secili prej nesh, pavarësisht moshës, je 20 vjeçar sot, të pëlqejnë shumë kafet, dhe konsumon shumë të tilla, mos e konsumon një, po vendose aty në llogarinë tënde bankare të personalizuar, duke parë edhe mënyrën se si shtohen çdo ditë paratë tua me 4.6% kthim mesatar vjetor, dhe do thoni pastaj që pse nuk e kam bërë përpara unë diçka të tillë, megjithatë ajo që ka kaluar, tashmë jemi në kohë për ta aplikuar si mënyrë funksionimi për veten tonë. Ka shumë përfitime kjo lloj mënyre se si funksionon. E pari është fondi trashëgueshëm dhe nuk humbet pavarësisht se çfarë ndodh atij që kontribuon. Dhe mund ta tërheqë çdo familjar i tij. E dyta, e tërheq në çdo kohë, bashkë me përqindjet dhe ato përfitimet e tjera, futesh prap kur të duash duke kontribuar. Ke këtë muaj,
100.000 lekë të vjetra, 200.000 lekë të vjetra dhe depoziton llogarinë tënde bankare muaj tjetër nuk ke mundësi se të ka dalë një shpenzim. Nuk ka si lloj penaliteti, ti futesh dhe del aty sa herë të kesh mundësi financiare. Për mua personalisht, unë ja u kam sugjeruar dhe rritit tim të ngushtë, të miqve dhe familjarëve, dhe jam shumë i lumtur që ata e kanë bërë diçka të tillë, nuk e kanë ditur më përpara dhe jam vërtet i lumtur që kanë përcjellë një informacion shumë të mirë për ta dhe për pjesën tjetër të publikut. Telefononi në numrin e mposhtëm 060 940 është pak larg që është zvogëluar shkronja, gjithsesi e keni aty të shkruar, ndërsa në të djathtë keni dhe faqen e Instagramit Fodin Sigal, ku keni të gjitha përshkrimet dhe mënyrën se si funksionon kjo mundësi ideale. E theksoj ideale sepse në rast se dikush do ta provonte si të tillë, do të binde për këtë që ne themi. Telefononi në kontaktin e mëposhtëm edhe në rast se keni vendosur që të mos e aplikoni, por thjesht dëgjojeni dhe pastaj jeni të lirë veproni si të doni ju, por më besoni që është me goxha përfitim se ku ka më mirë që të depozitosh një shumë të caktuar dhe ajo të shtohet vit pas viti. Faleminderit Sigal. Mirëmëngjes telefonata e radhës. Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Te Pelena. Urdhëroni. Përshime për misionin fund javë e mbarë. Faleminderit shumë. Dhe asë një për sqarimin që i bën postit, ta bërë zotin mbarë, se njerit të tjilë radjen. Faleminderit shumë. Jo se të bëj qefin. Faleminderit, e vlerësoj. Unë të ndjek një mirë. Shumë faleminderit. Ndaj, punë të mbarë, i nderuar dhe jetë gjatë kesh. Mirënjohje pafund bashkë me ju. Faleminderit. Mirë pafund. Gjithë të mirë, ju dëgjofshim. Telefonata mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Lodi. Po urdhoni. Përshëndetje. Përshëndetje nderuar. Ju bafë mirë kafja. Faleminderit. Jam i pensionist. Interesohem, kemi dëgjuar kohët e fundit që makinat në porosi të pensionistëve do ju jep taksa e qarkullimit. Po, është folur goxha kjo, por deri tani nuk është se ka një veprim konkret. Jo, i nderuar, kur të merret unë do ta përcjell me shumë kënaqësi. Për të thashë më ke lënima tepër, thashë. Jo, nuk është marrë asnjë vendim i tillë deri tani. Faleminderit. Të lutem. Faleminderit dhe juve. Ndjes, kemi kohë për tjetër telefonues. Mirëmëngjes. Lodi. Urdhëro. Jam ajo nëna nga punoj që të mora. E di dashur, pres përgjigje sepse i kam çuar letrat, më erdhën edhe ato tuajat. Po. Dhe të presim tani. Shumë faleminderit. Asgjë, të lutem. Gjithë të mirat, punë të mbarë dhe fundjavë të gëzuar të kalosh. Bashkë me ty, faleminderit shumë. Përpafshim. Ju dëgjofshim ditë mbar. 7:52 ora, jemi në fundin e pjesës së dytë të emisionit për takimin e sotëm. E premte data 31 tetor. Urdhë? Mirëmëngjesi. Gjaka. Alo. Berisha, sa ka ndrohem në vetë më. Lere pak. Më thonë kërë po alo. Po kërë kërë maj fuqishë 21 janore të shlushi që e kanull të rruga vëdajsit me evro. Këtë të keni kjo. Në vit e ju, në shkojt e spaku. Ndo që ju. Kjo është kjo që kërësor. Stremë më, heqë. Nësë të busa më kanull në tokë. Ullën në tokë në shlushi me emen. Që kur më kanull prej motorit. Ullën në shlushi. Ikim. Ja, e kuptoni tani pse arsyen përgjigjem pse nuk se thoni po çfarë ke jep, s'kam asgjë me askënd më. Domethënë un jam në paqe me çdo njeri të mundshëm. Këtu dhe kudo. S'kam asgjë me askënd. Sa kos asnjë problemi. Ja e dëgjuat? Prandaj lash henkas që urdhoni. Ç'na duhen tani? Ne këtu si jemi për të bërë autobiografi. Unë kështu, unë ashtu, unë atë, pash veten në pasqyre të gjitha me radhë. Ne jemi këtu probleme konkrete. Tjera pastaj janë lëmlushit. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Me Klodin dhe. Po Klodi, jam urdhoni. Klodi. Po. Ule zërin televizorit të lutem se do ngatrohesh, po. Po. Më dëgjon? Po të dëgjoj shumë mirë, po vetëm zërin televizorit duhet ta ulësh. Ja e ula. Faleminderit. Po. Kam bërë dokumentat për të marrë certifikatën në shtëpi, e shtëpive. Po. Edhe i kam bërë disa herë dokumentat,
dhe kanë ardhur ata të hipotekës kanë bërë një 3 herë matjet. Dhe erën e fundit i kam thënë ju keni ardhur dhe nuk më keni kthyer asnjë përgjigje. Po. Më ktheni një përgjigje ku ka ngecur dhe përse. Shtëpitë e mia janë 200 vjeçare. Po. Çfarë do thanë? Mos u mërzica se brenda 10 ditëve do të kthejmë përgjigje. Ku ndodhet prona? Ky muhabet ka 3 muaj, asnjë përgjigje. Ku ndodhet prona i nderuar? Në Berat. Në Berat. E ke dokumentin e aplikimit për legalizim apo jo? Apo për certifikat pronësie më the? Po. Po për çfarë ke aplikuar pra? Jo, unë e kam për certifikat, unë i kam bler shtëpitë në 97. Në rregull, dakor. Okej, se jam vonë me reklamat. E ke dokumentin e aplikimit apo jo? E ke dokumentin e aplikimit, zotëri? Kam bërë noterin dhe hipotekën. E ke dokumentin e aplikimit, zotëri? Zotëri, po më dëgjon apo jo? Alo? Edhe dokumentin e aplikimit e kam bërë. Zotëri, po të lutem se jam vonë me duhet të shkëputem, po më dëgjon apo jo? Alo? Po më dëgjon apo po ule zërin e televizorit tani, ule, të lutem se mirë që jam vonë, po edhe kjo. Të lutem, ule. Po e kam ulur. Atëre, dokumentin e aplikimit për certifikat pronësie e ke? E kam bërë dokumentin. O i nderuar, a më dëgjon apo jo se më lodhe tani, të lutem. A e ke dokumentin o shpirt tani? Pore. Po këtë më thuaj, ju e kam bërë, e kam thuaj. Nëse e ke, të lutem, ma nis që unë të pyes në kadastrën e Beratit. Mund ta jap emrin? Po jo emri, më duhet dokumenti, të lutem. Dokumenti i aplikimit. Po, dokumenti i aplikimit, ai më duhet në mënyrë që përmes të dhënave që ka ky dokument, të futen regjistër dhe ta shohin çfarë ka, që s'ka dalë, mos ka ndonjë problem, mos ndoshta nuk ka dalë pa arsye. Kështu që të pyesim, më nis dokumentin e aplikimit dhe unë mbaroj misionin dhe pyes. Okej, jam mund të marr nesër. Ta ndjes si dokument se nuk mundet. Okej, super. Faleminderit shumë, i nderuar. Okej, rrofsh. Gjithë të mirat. Një fundjavë të mbarë dhe për ju, kalojmë në publicitet, flasim për shëndetin, për sidomos ata të cilët vuajnë nga problemet e prostatës. Burrat mbi 40 vjeç që janë të predispozuar që të preken më së tepërmi nga kjo problematike, e cila pastaj shkakton një zinxhir cikletesh të tjera, ndër të cilat janë urinimi i shpeshtë, zbadhimi i prostatës, zim disa herë gjatë natës për të kryer nevojat tuaja personale dhe gjithçka tjetër. Por edhe duke mbajtur mendin, aty është një tjetër problem. Për t'i sheshuar këto dhe për t'i dhënë zgjidhje, përdori prostator, një element 100% bimor që bën të mundur veprimin e menjëhershëm në prostat dhe shmang, minimizon gjithë këto probleme që ne themi. Do ndiqni dhe këshillën e mjekut, ne kthehemi pas pak në pjesën e tretë programit. Themi në studion të tretën pjesë të emisionit në 84 minuta jemi. Mirëmëngjes, telefonata, përshëndetje. Mirëmëngjes, të mora dhe dije po nuk ko sqaruam. Po. Edhe për punën e se për krajës jam patos. Punova na hoqina për kraja, na quan një vit me kontrat, 4 orarësh, pasaj na mbaroj kontrata, na shis po mjapin edhe për krajën. Tokë nuk kam, me qera jam. Si për kraj? Për kraj është me aplikim, ku ti thoni për krahi ju? Asistencë për kraj, asistencë nuk më dhanë. Pa arsye ja, se është me kritera jo, me kushte. Që kritera, unë shtëpi s'kam, tokë s'kam. Po çfarë ju thonë kur aplikoni, zotëri? Nuk u aprovuan dhe në Tirana. Kur ka Bashkia e Tiranës për aprovimin e përkrajës. Ku banoni jo? Në Patos, në Dukas Breg. Si ja u kanë dhënë këtë përgjigje ndërruar? Nuk aprovohet. Po si ja u kanë dhënë, me shkrim apo me gojë? Me gojë atje të kompjuteri, të zonja atje. Na shi ne vetëm të vritemi me njerëz do vritemi. Do thoshtin nuk është në leku mat, po të paktën një thes miell kaloj muajin. Jo nuk them fare atë unë ndëruar. Unë them që kjo është me kritere, ata cilët ato familjet që top skam, shtëpi skam. Po prandaj po them që përgjigjja nuk vjen me gojë, përgjigjja vjen me shkrim për këto aplikime. Kur e ke bërë aplikimin e fundit dhe kur të kanë thënë përgjigje? Po bëran korrik. Po. Edhe nuk më dha. Po me shkrim, pse s'ta dhan me shkrim o ndëruar? Se nuk jepet me goja, jo, dhe s'ka lidhje në rast se kemi të bëjmë me ndihmë ekonomike, me përkrahje sociale nga bashkitë, nuk ka lidhje një bashki tjetër dhe të thuhet nuk e ka aprovuar Tirana. Ose mos ke aplikuar për kemp pastaj që shkon në kempin e pror dhe nuk e kanë aprovuar. Po s'kam kemp, unë jam si së muras. Jo, po them pra se nga Tirana varen kempet. Ndërsa ndihmat ekonomike dhe ato që ju i thoni për krahje, nuk varen nga një bashki tjetër, varen nga bashkia në të cilën ti aplikon.
Të bashkia Patosit. Patjetër. E Patosit, e Sarandës, e Dibrës, e Shkodrës, e Vlorës, e Korçës. Më kupton, nuk është përgjigje kjo, nuk e ka aprovuar Tirana. Ç'pun ka Tirana me bashkinë e Patosit dhe ç'pun ka Shkodra me bashkinë e Delvinës. Në momentin që ishim, që ishim me 4 orarshin, atje që u futa në sistemu... Edhe njerë, o nderuar, mos ke qenë me 4 orarsh janë ata të cilët trajtohen me kemp. Kujdes. Jo, vlla, se kemp, me përkraje na çoj zyra punës. Okej. Të bashkia 4 orarësh. Mos ke qenë nga sigurime shoqërore? Po nga sigurime shoqërore, andena çuar. Po pse më thua pastaj nga bashkia o i dashur? Pse më ngatron dhe ti tani? Po vetë të bashkia bërë për aplikimin nuk ma shumë. Po pra, po këto varen nga sigurime shoqërore, nga drejtoria e përgjithshme e Tiranës. Ndërkohë ti më thua nga bashkia. Çfarë aplikimi ke bërë o nderuar në Korrik? Po kam bërë aplikimin që s'kam tokë, s'kam shtëpi, s'kam. Po ky s'është aplikim, ky është tregimi një fakti që ti nuk e ke. Ti do bësh aplikim specifik, më nderuar. Me çfarë je trajtuar më përpara? Me përkraje. Po nuk quhet përkraje, si quhet fiks? Ndihmë ekonomike. Ndihmë ekonomike i ka bashkia. E para, e dyta, pse ta hoqën ndihmën ekonomike? Sepse ka një argument aty. Ne na thuan në 4 orarësh një vit në bashki. Po tani, ju hoqën nga puna. Ato 200.000 lekë që na dhanë një. E kuptova, tani të kanë hequr nga puna, po thua. Po, në hoqën nga puna. Apliko për ndihmë ekonomike tani. Pse thua aplikova që s'kam shtëpi? Po ti e ke këtë që s'ke shtëpi. Merr formularin i nderuar, apliko për ndihmë ekonomike. Por aplikoj ajo edhe më tha, aplikoj në kompjutrin. Po. Më tha mua, hajde mua në teatr, vajta mua në teatr, nuk ka është aprovuar në Tirana. Po jo, s'ka lidhje Tirana me këtë. Si e ke emrin zotëri se po ngatrohemi kot. Ilir Xhoxhaj. Kush? Ilir Xhoxhaj. Ilir Xhoxhaj. Babait, lutem. Fari. Ku banon fiks? Në Patos, Dukas Breg. Dukas? Dukas Breg. Edhe një, Dukas Breg? Po. Okej, jo, kaq kisha, kaq doja. Emër dhe mbiemër. Faleminderit shumë i nderuar. Doja të sqaroj vetë se nuk më qëndron. Shkoj me tjetër. Faleminderit zotëri. Shkoj me tjetër telefonata. Alo, përshëndetje. Po përshëndetje Klodi. Urdhoni. Po. Numri 541 si vora për dje. Urdhë? Kom shute aplikimet të kom shuke tu ka WhatsApp-i ke numri këto. Te numri që janë në ekran. 541, po. Po jo, nuk vin mesazhet aty nderuar. Duhet më japësh numrin tënd. Po numrin tim të kam dhënë. Kush është numri jot? Me sa? 541 në fund. Prit, 24-13? Po. 541, fund. Po, është, nuk të kam shkruar i nderuar, ke shumë të drejtë. Po, tani i kam dokumentat në dorë. Ja, sa po të shkrova, ja urdhë ku e ke mesazhin. Sa po të shkrova tani dhe mi nis aty, dakor? A këtu ke numrin të nis, ja? Jo, të kam shkruar unë, te numri që të kam shkruar. Kam thënë Klodia. Po, kuptoj. Dakor? Mirë, dakor, ta lëm këtu, do të shoj këto se po më pliku për pronat dhe E di. Sa po të shkrova, në mbyllësh telefonin dhe ke një mesazh aty. Ka 0, ku ju shkëshin do të lejmë kodi, kum pagu 2 herë ato, njëjtën pronë. S'ka problem, do ta ndjekim. Përgjigje negative, ku ju kanë fajin ato. Mi nis aty edhe përgjigjen edhe aplikimin, dakor? Faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo. Klodi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhoni. Nga Tirana më flasim. Po. Kam dalë në pension në 2014-ën. Kisha gjithmonë që në demokraci nuk punova këtu, punova IKA, kisha gjithmonë 19 vite pune. Rroga mesatare gjithë këtyre viteve ka qenë 10.000 lekë lartë, imja. Të vjetra, kuptohet në socializëm. Edhe më nxorën me një pension, do më thënë, baza pensionit, pa shtesat që jam kryefamiljar, jam vetëm me gruan, baza pensionit ishte 94.000 lekë të vjetra. Nuk e di tani, kaq më nxorën pensionin. 94.000 plus të tjera. Tani kam në një drejtun me këto gjithë
vite që kalova, nuk e di kryenjësimi si është bërë, nuk e di çka ligje kanë. Ju keni çdo të drejtë nderuar për të bërë një aplikim për rishqyrtim pensioni në rast se jeni të bindur që ju ka dalë pak. Kjo është e vetmja mënyrë dhe që mund të aplikojë secili person. Jam I bindur, nuk diskutohet se unë në atë kohë I kam ndjekur mirë këtë punë dhe pensioni domethënë kush kishte këto kushte punë dhe po të kishte kohën e plot ishte rreth 250.000 lekë vjetra. Tani mua më delën edhe 4.000 kur kisha mbi 55% të kohës nevojshme për këtë. E kuptova. Dhe thash, në Albania ka një shkrim aty që thuhet kërkesë për rishqyrtim ose rillogaritje pensioni, plotësoni ato të dhënat aty nderuar dhe për pak javë merrni përgjigje të saktë. Mirë, mos e neglizhoni sepse ka pasur plot raste ku pensioni është llogaritur gabim dhe njerëzit kanë marrë më shumë pastaj. Faleminderit. Rosh. Asgjë fare, të lutem, faleminderit ty për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Urdhoni. Mirëmëngjes, Todi. Mirëmëngjes. Eurojmë shëndet. Si kaloni? Jeni mirë? Si jeni ju? Para 15 ditësh kemi folë bashkë, si sot të premten, data 17, për problemin e një pjesë e oborit që kemi ne, kemi disa metra obor, domethënë në përdorim, obor shtetin në përdorim. E kuptoj. Folëm bashkë dhe të dërgova dhe gjitha të dhënat. Ku mi nise të lutem? Vro? Ku mi nise që ta verifikoj? Në WhatsApp. Me numër, 3 të fundit? 190. Në datën 17. Viktori? Po. Atëherë. Është numri dosjes, një sekondë, janë aplikimi, I kam këtu të gjitha. Kërkesat dhe pagesat. I kam këtu të gjitha. Një sekond. Çështje ditësh do kesh në Albania, Viktor. Rrofsh, shumë faleminderit. Kjo s'do të shëndet. Edhe mund mos vijë, kështu që shiko, po ju jap përgjigjen që më kanë dhënë. Në të kundër, kontrollojeni. Edhe dje paraqitet se kam bërë ankesë edhe tek ajo ASHK-ja, domethënë drejtoria dhe kishin asnjë të dhënë. Atëre, po thoja. Po duan të japin. Edhe një herë, unë të dash të përgjigje sepse këtë gjë më kanë thënë. Po. Gjithsesi për çdo situatë më thuaj që po ose jo. Dakor? Po. Faleminderit. Faleminderit shumë, gjithë të mirat. Ditë mbarë për juve. Shkoj me tjetër telefonues, përshëndetje. 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 Kam quar një letër, një ankesë të taksat vendore. Po. Në bashki. Ule zërin e televizorit, të lutem. Edhe nuk më ka ardhur përgjigja, kam një muaj dhe atje s'm kam pru rasti njoftim kishja gjoba rreth 1 milion e pak. Gjoba për çfarë zonjë? Gjoba për taksën vendore që s'kisha marrë averi, kisha qenë 2012. Taksën e trove dyqanit. Po. 15 vjet pa ardhur asnjë letër këtu. Dhe vetëm vajtëm kërkuan vetë aty që kjo gjoba ishte për taksa të papaguara, për çfarë ishte? Po, për taksën e papaguar. Përveç taksës pagova edhe do paguaj edhe gjoba, po kam çuar një ankesë dhe akoma s'ma kanë dërguar. Shiko, po nëse ato kanë qenë detyrime, nuk se di sa do të merret. Jo, detyrimi kanë qenë ato, diskutohet, po si mos vi asnjëri asnjë haber. Okej, shpresoj të merret konsiderat ankesa e nderuar, por deri sot nuk është se janë marrë, do të tregojmë sinqert, mos të gënjej kot. Deri tani nuk është se janë marrë. Kam çuar një letër rekomandoj për të kthyer përgjigje s'ma ka pruar. E kuptoj, por me keqardhje mund t'ja u them që përgjigja unë e di se si do të vi. Po pra deri diku dhe unë e di, po si ka mundësi. Edhe nuk ndikon fare ajo dhe përgjigja do të jetë pak a shumë që nuk e kemi për detyrë t'ju informojmë për sa kohë ju e dini që keni për të paguar taksa. Më kupton? Po të tjerëve ju vjen kjo letër. Se këto janë si puna e faturave, më kupton? Të ujit apo të dritave që në disa raste nuk vijnë, por kjo s'do thotë që ne nuk do t'i paguajmë. Faktikisht s'na vjen fatura e ujit në shtëpi. S'do thotë që ne nuk do shkojmë në fund muajit për ta paguar, do shkojmë. Ne nuk e dinim fare që ishte taks trolli, se dinim fare. Shiko, këto lloj ankesash mund të shkojnë në përgjigje deri në 1 muaj e gjysmë, pra diku te 6 javë. Kështu që të presim edhe pak se ndoshta të vjen përgjigje. Shpresoj të vi
pozitive, por ta thash. Jo, përgjigjja do visë është detyrim ligjor për të ardhur, mund të shkoj deri në 1 muaj e gjysmë. Po. Mirë dashur. Të përshëndes shumë. Faleminderit juve për për telefonatën. Do të presim tjetër. Mirëmëngjes. Mirë. Urdhoni. Doni shpëtimi jam. Po. Shpëtimi nga kamraja. A më shpëtim si jeti? Si jeti? Mirë, po ti? Unë marë. Pse? Unë marë. A, tha se the në ajer. Tha se si po më merë në telefon në ajer. Ja, po marë. Si jeti? Mirë, ja. Si qërë. Po ti? Mirë. Mos më thuaj që po mendo se të kam harruar, apo jo? Ja, nuk do të kjetë, po. Edhe sa të me zisë ka njërë. Nuk më bezdis, unë e kam shumë gnajsi, shpëtim dhe ti e di këtë gjë. Pa. Kur më telefononi, por thash, janë në disa raste duan një çik më shumë punë, në disa raste pak më shpejt, por rëndësi ka që unë rastin tënd nuk e harroj asnjëherë. Shumë faleminderit, po marr. Të lutem. Gëzoj që je mirë dhe do të dëgjova zërin. Mirë se jo. Shumë faleminderit, mirë dëgjofshim. Bukur, jemi me tjetër telefonues, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje nga në ime. Jam një punonjës në një sektor ujësjelësi. Po. Dhe dua të pyes. Kam vite pune, 7 vjet aty, dhe në kohën e sistemit edhe më mbrapa kam paguar dhe sigurimet shoqërore si i vetë punësuar. Po. Dhe deri në këtë moment më bën rreth 39 vjet. Bukur shumë. Ka do një ligj, sepse paga ime atje është e ullët, ka do një ligj që mund të përfitoj, sepse në atë sektor është 51% shtet dhe 49% është privat. Për çfarë po më thua për ligj që përfiton? Në qoftë se ka do një ligj, unë përvetsoj 2000 lekëshin e vitit të punës dhe do të thënë këtë po them. Nuk e kuptoj, i dashur. Atëre më qartë. Në pagën që kam aty, nga atë që kam pyetur, sa ke rrogën? Është 430. Rroga është 450. Jo 450, është 430. Minimale është 450.000 lekë të vjetra. Jo, ne kemi 430. Po pse? Dhe a përfitoj unë ndonjë shtesë 2000 lekë të vjetra ose 200 lekë të reja për vit. Në këto vite pune që kam, se pse thonë që e përfitoj për rritje të pagës. Po jo se përfiton në rast se ajo është e papaguar, i nderuar. Unë kam paguar ato sigurime shoqërore dhe vitet e punës dhe këto 7 vjet që jam në marrëdhënie pune, më vjen 39 vjet. Po, vitet e punës të llogariten në bazë të rrogës që ke paguar, jo të rrogës që s'ke paguar, edhe që s'e ke marr. Për shembull, nëse dikush deklarohet me 430.000 lekë si ty, po, ti edhe kontributet i paguan mbi pagën e kësaj. Nuk është se i ke paguar, nuk është se të njihet për një pagë më shumë që ti nuk e ke marrë, dhe sepse deklarimin e ke aq. Ka që më e kam pagën. Po mbi bazën e asaj paguhet kontributi. Po kontributet i kam paguar unë. Po s'mund të njihet. Edhe një herë, po s'mund të njihet kjo, i nderuar, për një gjë që ti s'e ke marrë. Nëse ti ke marrë 43, s'mund të njihet për 50 ajo, se si mundet. Nuk e di kush ja u ka thënë këtë. Me të pyetur kemi, prandaj ju mora dhe juve se ja u kanë thënë përfaqësues të institucioneve apo miq të shokëve? Jo, rastësi, në një bisedë pata me një shok, më tha e kërkova dhe mu bë rritje pagës deri dhe 100.000 lekë të vjetra më shumë. Paga e kujt? Shtesa e viteve të punës. Edhe një herë, i dashur, më dëgjoj pak, po nuk është ashtu ajo. Ndoshta personin që ty të ka thënë, mos ka bërë ndonjë kërkesë për rishërtim pensioni. Jo, nuk ka dalë në pension, unë nuk jam akoma në marrëdhënie pune. Ore, po i është rritur rroga atij personit? Po. Po shkote financa më bëj kërkesë për rritje rroge. Jo, prandaj pyeta mbase juve si deklarimi i nderuar sot paga minimale është 450.000 lekë të vjetra.
Jo, ne kemi 430, nuk kam. Shkon te financa, po jo se është kështu që jo se përfiton, domethënë ti mund ta përfitosh nga sot dhe në vazhdim këtë, po jo atë që nuk e ke marrë përpara. Nuk e dua atë që ka marrë. Po do shkosh te në vazhdim. Po do shkosh te financa, do i thuash rroga minimale është 450.000 lekë. Mundesh të ma bësh kaq edhe? Po, ka ligji që ta kërkoj në bazë të ligjit ka që të... Po ligji është ky pra që paga minimale në Shqipëri është 45.000 lekë të rinj. Pra 450.000 lekë të vjetra. Ky është ligji. Po. Ligjore është kjo, kupton? Po, që sot e në vazhdim, unë e përfitoj. Po ç'do të thënë e përfiton? Ai kështu duhet funksionoj. Duhet funksionoj. Po, s'duhet këtë rroga, a ka rroga më pak se 450.000 lekë? Patjetër që ka. Po, patjetër. Çfarë duhet bërë? Duhet kontrolle. Që mos ketë. Faleminderit. Po, shko atje te financa i ndërruar. Faleminderit shumë për telefonatën. Nuk kemi më kohë për telefonat tjetër të kësaj pjese të tretë. U lodhëm. Jo se bëj shaka. Dhe megjithëse jemi te këto pensionet, imagjinoni pra sa shumë probleme, sa shumë çuditëra, sa shumë, nuk e di, mangësi dhe shumë problematika të tjera. Dhe për të shmangur gjitha këto dhe për të qenë të qetë në fund të ditës, pra që të mos merreni me asgjë, thjesht në llogarinë tuaj bankare specifike që hapet për 2 minuta e 30 sekonda fix me orë në dorë, ju përfitoni shumë duke kontribuar pak. Që do të thotë, në varësi të mundësive tuaja, ke sot këtë muaj 100 euro në llogarinë tënde, depoziton aty te fondi Sigal. Dhe e ke të kontrolluar me 24 orë në 24 në çdo ditë të javës, të muajit, të vitit, të viteve dhe shikon se si paga jote rritet, duke ti mos bër asgjë. Pra ku ka më mirë se ato lekë që të mbetet në fund të muajit, nëse të mbetet, unë besoj që një pjesë e konsiderueshme i mbetet diçka në fund të muajit, ti e ke aty. Pra e përdor në çdo moment të duash, por thjesht e ke depozituar në llogari bankare. Dhe ku ka më mirë se ajo të bëhet më shumë nga sa ti e ke, sepse nëse lë aty diku në një cep, ajo aq do ta ketë vlerën, madje mund edhe ti ulet në varësi të rritjes së çmimeve dhe situatave të tjera. Ndërsa duke e mbajtur në një llogari specifike bankare, ajo shtohet. Me një kthim shumë të kënaqshëm vjetor për 4.5% kthim mesatar që patjetër mundet të rritet dhe me shumë përfitime të tjera. Kështu që kurseni sot për veten tuaj, në mënyrë që nesër të keni një pension dinjitoz, por që mund ta përdorni këtë shumë edhe në një moment tjetër të jetës tuaj kur ju keni nevojë. Se jetës asnjëherë nuk i dihet. Kështu që krijoni atë lloj pavarësie që secili e dëshiron. Filloni sot. Nuk është asnjëherë vonë për të reflektuar dhe për të menduar për veten tonë kur bëhet fjalë për pension. Ju e dëgjuat rastin një zonjë dhe është një shembull vërtet interesant, por ajo kishte jetuar për vitesh në Itali dhe dinte tashmë se si funksiononte kjo lloj pagese dhe tha që wow, në Shqipëri është shumë herë me më shumë përfitime dhe më shumë lehtësira se sa në Itali, sepse aty është ligji pak më i ashpër në kuptimin edhe të konsumatorit, duke e penguar që të përfitojë atë dhe kjo është e gjitha. Mjafton të telefononi numrin që shihni aty dhe të vizitoni edhe faqen e Instagramit ku gjeni aty detaje specifike për mënyrën se si funksionon. Faleminderit shumë Sigal. Dhe nga kjo kalojmë në një tjetër hapësirë për sa i përket shëndetit apo jemi herët regjia. Okej. Këshilla e mjekut që e keni vetëm pak sekonda më pas flet për një ndër problemet që po përhapet më së tepërmi është një problem global, po themi kështu, dhe në statistikat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë flitet shpesh për një trend rritës të atyre të cilët vuajnë nga problemet e prostatës. Kurojeni këtë problem me natyrën, kurojeni me prostatol, me suplementin 100% bimor që nuk ka si lloj efekti ansor, por përkundrazi është specifikisht për problemet që keni me prostatën. Vim pas pak në pjesën e fundit, mos u largoni. Ne kthehemi në studio në pjesën e 4 të fundit të programit, në 8:30 jemi, vijon komunikimin me ju në 068 99 00008, në 068 60 54 639. Mirëmëngjes telefonata. Mirëmëngjes Lodi. Mirëmëngjes Zotri. Kemi folur para disa ditësh lidhur me një certifikatën e banesës për korrigjimin që kanë vetëm trua dhe jo, më thënë, ndërtesë. Ku jemi? Ku ma ke sjell? Ta kam sjell në Instagram. Me emër të lutem? Ramazan Toramani. Ju kam dërguar dhe numrin. Një sekund. Toromani, Po.
Po, e kam çuar dhe pres përgjigje Ramazan. Pak ditë ka kaluar, kështu që urdhë? Të falenderoj, po gjithmonë që... Si gjithmonë? Sa që mos më dërgoni, mos më shkruani në WhatsApp që... Po jo, 2 ditë ka kaluar të mërkurën pas kemi folur bashkë. Po, jo. Kështu që e pres një sqarim, besoj nga java tjetër ndoshta do ta kemi një përgjigje, më kupton? Po, të falenderoj. Nëse më shkruan në WhatsApp, se kam një problem tjetër lidhur me banesën sofistikisht, po. Okej, mirë, flasim aty pastaj, dakor? Probleme me fjalë vjen dhe zor të... E kuptova. Flasim aty nderuar, dakor? Të falenderoj. Faleminderit juve për telefonatën. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo. Flisni ju lutem. Klodi. Mirëmëngjes. Po, jam një banues nga Tirana. Po, urdhë. Po, kam probleme me shtëpinë. Të mi zerën ka dalë realizimi i shtëpisë. Kurse i trollet s'ka dalë. Të esha me folë me ju, si mund një mosh. Certifikatën e shtëpisë e ke marrë? Po, të shtëpisë, po. Ke aplikuar për truallin? Po. Po apo jo tani? Po, para 30 vjeç, po. E ke dokumentin e aplikimit? Po. Ma dërgo të pyes në kadastër. Ku më të dërgoj, se kam nomitat. Rrjete sociale i përdor? Po edhe jo, mos e pensionista. Malisa ty te Klodi Karaj, mirë? Klodi Karaj, se kam numerin. Po s'ka nevojë të kesh numrin. Ma jep numrin, ma jep. 069. Po. 21. 21 apo 41? 21 nga policia. Po. 01. 022. 042. Po, një moment. Okej, po e sakt. Po të shkruaj. Dakord? Edhe Manisa aty. Po, faleminderit për telefonatën, një fundjavë të mbar. Jemi në telefonues tjetër, alo, përshëndetje. Uleni zërin e televizorit, ju lutem, mirëmëngjes. Klodi. Urdhëro. Jam unë ajo qytetarja që të mora për taksën e banesës. Po, zonjë. Ule zërin e televizorit, të lutem. Provova që ta dërgoj me WhatsApp atë faturën dhe nuk ta dërgoj dot. A i përdor në rrjetet sociale, zonjë? Dërgova... Jo. Me kë jeton në shtëpi? Si mund të ta dërgoj, apo të ta them me gojë tani? Jo, më duhet dokumenti patjetër, zonjë. Ma lër numrin tënd të telefonit. Zonjë. Alo. Ma jep numrin. Dal ta gjej. S'kemi shumë kohë, ha? Po mi Facebook, atëre do ta lëm për të ënën. Po Facebook nuk pas ke Facebook ti? Si mund të rish ti pa Facebook për shembull? Jo. Pse kështu? Jam 80 vjeçë, Klodi. Edhe çfarë pastaj? Jam 80 vjeçë. Edhe 100 të bësh. Punë e madhe se jetë 80 vjeçë. Nuk duhet Facebooku. Jo, inshallah 100, jo. Edhe 100 tash, se 100 ti afër je. Atëre, numrimi i telefonit 069. Je shumë e mirë. Urdhëro. Shpejt të lutem. 272. Po. 56. 86 apo 56? 5. 56. 5. Faleminderit zonjë. Po ti s'ke as WhatsApp këtu, o zonjë, edhe një herë. Kurdo? Po si të ma dërgosh tu, ti s'pas ka as WhatsApp. WhatsApp kam edhe Viber kam. Jo, s'ke. 069 27 25 656. Po. Jo, s'ke WhatsApp këtu. Do të marrë në telefon pas emisionit. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Edhe juve.
Telefonata mirëmëngjesi. Loti, përshëndetje. Përshëndetje. Po? Unë kam dalë në pension ka rreth 3 muaj. Desha se kam pamundësi fizike për lëvizur shumë, e desha të pyes një, çfarë duhet bëj unë për të marrë të kompensimin e energjisë? Duhet të aplikosh në sigurime shoqërore. Po çfarë dokumenta duhen kështu për? Libreza, certifikata familjare, po, kontrata e dritave dhe certifikata e pronësisë tokës. E shtëpisë, më fal. Edhe do t'ja çoj me poshtë apo? Po. Te sigurime shoqërore. Shumë faleminderit. Të lutem. Faleminderit bashkë me ty. Presim tjetër telefonues, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Aldesha të bëj një pyetje në lidhje me sigurimin shoqëror. Po, bëje. Bashkëshortja ime punon në një edhe rrogën e ka 450.000 lekë. Po, në bankë ku edhe në veçën 424. Po, sepse mbahen nga ajo, domethënë është bruto 450 dhe mbahet dhe sigurimi aty. 6.000 lekë e vëmë në dorë, nuk e vëmë ke banka. Ka problem ke sigurimit kjo? Jo, s'ka asnjë problemi. Asnjë problemi s'ka. Faleminderit. Presim telefonat tjetër në 068 60 54 639 në 068 99 00008. Mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Do flisni apo jo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. More, po ne jemi në të përndjekurit politik dhe po të gjojmë këto gazetat që po ndajet kesti 5. Ne s'kemi marrë të 4-tin akoma. Është duke u shpërndarë edhe i 4-ti edhe i 5-ti paralelisht. Kështu që do t'i merrni të gjitha. Faleminderit shumë. Faleminderit ty për telefonatën, ditë bukur. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, si jeni? Mirë, si jeni ju? Faleminderit mirë. Doja të pyesja në lidhje me këtë bashkimin e pensioneve Shqipëri-Itali, pasi u ka pyetur një ditë babi, por nuk po dinte si ta shpjegonte si ta kërkoja në Albania për të nisur procedure. Më thuaj. Duke qenë se ai ka qenë 10 vite në Itali, tashmë jeton në Shqipëri dhe është interesuar për pensionin atje. Atëherë, dëgjoj pak e nderuar. Aplikimi për pension si për në Shqipëri dhe në Itali është njësoj. Por ajo që nuk ndryshon është mosha. Nëse është miratuar një marrëveshje mes Shqipërisë dhe Italisë për sa i përket njohjes viteve të punës, atje dhe këtu, mosha për të dalë në pension si për burrat dhe për gratë nuk ka ndryshuar. Burrat aktualisht në Shqipëri dalin 65 dhe në Itali dalin 67. Gratë në Shqipëri dalin, më duket 67 dhe gratë atje nuk e di. Ndërsa në Shqipëri shtohet me nga 2 muaj çdo vit mosha për të dalë në pension. Rase babai juaj është 67 vjeç e ka të drejtën ligjore për të aplikuar për pension në Itali. Po, tani për të nisur këtë aplikimin, çfarë do të bëjmë pastaj ja ka mbushur moshën? Bravo. Në Albania do klikosh pension pleqërie. Aty pastaj i ke të gjitha të dhënat, ke edhe një listë me shtetet ku Shqipëria ka marrëveshje. Dhe ju patjetër do klikoni aty ku thuhet Italia. Pastaj Shqipëria angazhohet vetë për të bërë procedurën me Italinë pas këtij aplikimi. Urdhëro? Domthonë administratash institucionet pastaj në rast se kanë nevojë për një dokument shtesa vërtetim, 2 institucionet përkatëse sigurime shoqërore komunikojnë me njëra tjetrën dhe qytetari nuk ka nevojë që të shkojë fare fizikisht as në Itali, as në Shqipëri për ndonjë plotësim dokumenti apo ndonjë, nuk e di unë, detaj që mund i kërkohet. Detyra e qytetarit është vetëm të aplikojë në Albania, të zgjedh shtetin në të cilin ka marrëveshje Shqipëria, në rastin konkret Italinë, dhe pastaj proceduralisht merren institucionet e të dyja vendeve për të koordinuar më pas punën deri në përcaktimin e plot pensionit bazë të viteve që ka secili. Kuptoj. Dakor, të falenderoj shumë. Të lutem, e mirë se ardhur. Faleminderit shumë juve. Mirë dëgjofshim. Presim telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Alo. Flisni, ju lutem. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo. Alo, ule zërin televizorit, të lutem.
Alo. Alo. Po nuk mund të flasim kështu, zotëri. Ule zërin e televizorit, më të lutem. Ikim, më mirë. Ikim me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Alo, përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Jam ai nga Golemi që patëm fol për certifikatën e shtëpisë. Urdo? Jam ai Sulejmani nga Golemi. Po në Jelbenja kontrollo Sulejman, të lutem. Po jasu e lam që ta shuti për ne. Në Jelbenja pra. Jam në Itali. E di Sulejman, po në Jelbenja. Kontrolloje të lutem. Te Jelbenja e djalit. Nuk do të bezdis. Jo, nuk më ke bezdisur. Edhe njërë, nderuar. Nuk më ke bezdisur, se po të isha bezdisur do ikja nga kjo punë. Më kupton sepse puna ime për disur është me njerëzit. Dhe për sa kohë është me njerëzit, unë e di që do marrë çdo ditë telefonata dhe shqetësime nga njerëzit. O si a di çulit ata e Albania. Po duhet ta hapur sho i nderuar, duhet ta hap ai. Duhet ta hap të kontrolloj aty te mesazhet e mia sepse ka përgjigjen aty. Edhe u bë kohë madje. Më kuptoni nderuar? Mos e neglizho se aty vjen ajo përgjigja. Se më thej muve kështu ti që masi muja ka mundësi që ta shoh. Po pra, dhe ke në Jelbenja. Më kupton? Po. Kontrolloj dhe më shkruaj prap. Patjetër. Thuaj djalit. Shumë përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje, respekt. Shkoj me tjetër telefonues, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes zonjë. Mirëmëngjes. Urdhëro. Si jeni ju? Klodi, e? Klodi. Po, faleminderit. Dëgjoj, jam një zonë që erdha para një 4-5 ditëve aty për një shqetësim për nga hipoteka. Ku mundet të takohemi të sjell ato kartat? Po ja do ju them unë. Urdhë? Do ju them unë një sekond. Numrin ta mora do t'i apo jo? Po. E lash aty unë dhe ta dhanë ty. Po, ne nuk u takuam bashkë apo jo? Jo, vetëm në roja lash, vetëm në okej, se është një rast i një zonje tjetër, ndje se... Jo, s'ka problem. Numri juaj është me? Në fund? Me 218 në fund. 218. Po ju për çfarë problemi kishi zonjë? Po, e di, 67 prap, nese. Po, çfarë problemi ke? Po çfarë problemi kam, ndrova emër se më ndroj jetë. Bashortë. Ngushëllime. Faleminderit. Dhe tash bera ato procedura para 4 vjetëve siç thoshin një tjetër, s'kan mbushur 4 vjet, po 3 vjet, dhe mbi të gjitha tash unë certifikatën e kishe të rregullt me ndërtesë me certifikatën e pronësisë. Po. Tash më kanë vënë 0 ndërtesë në 0 kështu. Truall. Kush ta ka vënë 0 ndërtesë? Po, hipoteka u shëndori unë me... Pra, juve e kishit në emër të bashkëshortit dhe i vendosët të i bërit në emrin tuaj? Me emrin tim dhe të çunave. Dhe të çunave. Po, pse doli 0? Po, ku ta di unë se çfarë bëjnë? Prandaj desha se po lodhem shumë, po lodhem. Ti mos u lodh fare, një sekond. Po. Unë po të shkruaj një mesazh në mënyrë që të më dërgosh të gjitha dokumentet aty. Dëgjoj, të lutem, unë nuk di, janë vetë këtu fëmijët si kam. Po ti s'do vish ti je nga Pogradeci apo jo? Po, unë jam nga Pogradeci, po jetoj këtu. Okej, mendova se je atje, po pra se. Po, jo. Në rregull. Mirë dashur, do të kontaktoj unë atëherë dhe të vish. Mirë? Po, dëgjoj, më fale. S'ka gjë, më thuaj. Kam ditët të ashtu deri nga Indi jam dhe pastaj do ikje. Pa problem fare. Prona është në Pogradec apo në Tiranë? Jo, këtu është në Tiranë. Në Tiranë. Në cilën drejtori? Cila e kap? Nuk e di se me atëre në Aloizmi kemi qurë një dhe titër kemi 12 vjet që e kemi marrë. Po mirë, okej. Dëgjoj pak, edhe një sqarim. Pra, kur bët këtë ndërrimin ju, të emri, dhe pat që te secili ishte 0, pra ju doli certifikata e re në emrin tuaj, ë? Po. Bukur. A i that përsëri kadastrës që pse ka dalë 0? Atëre unë nuk ishe në djallë vetë fare. Fëmijët nuk e kishe, më doli pas 2-3 muajsh.
më kupton. Pastaj, kur më deshte një sahat, para 2-3 muajsh dhe vinje një sahat në kapin Po, çfarë ju tha? Dhe më thanë që e zero, pastaj kur e pashun, i vajta noterja tha, është bërë gabim, tha njerëzor, tha. Unë e pagova atë gati 140-150, sa vajti atëre shame, sa vajti. Po, jo, s'ke paguar atë, ti ke paguar certifikatën që nuk ka lidhje fare, shiko. Notiren, në noterja. Po pra, po është shërbim që paguhet ai, nuk është se ke paguar kot se nuk ka lidhje me këtë gjë. Dhe në rast se kjo është gabim njerëzor, rregullohet pa asnjë problemi. Do të njoftoj. Po më tha ajo që duhet vishta ta përsëritim prapë paguash prapë. Unë nuk kam lidhje që të paguaj prapë për këtë gabim që mundet ta ketë bërë hipoteka kush e ka bërë. Do të marr në telefon brenda ditës ende që the ikën edhe pa problem. Mirë? Faleminderit. Të lutem, faleminderit aty për telefonatën. Do të presim tjetër, kemi kohë. Alo? 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 Mirëmëngjes. Me Klodin? Klodi jam. O, mirëmëngjes e Klod. Mirë e një? Mirë si jeni ju? Mirë. Une desha të pyes, ka 2 vite gjithë si ka dalë, kam në pension, ka dalë gruaja ime. Mirë po i kanë humur 10 vjetë në kooperativën bujqësore. Bukur, aplikoni Albania për të trajtuar me ligjin e ri. E ka dalë, po e takon një diçka të shime i morë. Aplikoni. Për falinderit edhe. Të lutem, falinderit edhe ju për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjesi. Alo? Kemi? Po, mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Klodi, ka marrë dhe një tjetër. Po? Për këto motorkat me bateri. Çfarë u vendos? Akoma asgjë, nuk është ai vendimi akoma. Nuk është shuar. Që më një tjetër. Unë jam një invalid pavarësisht kam motor me rrot. S'ka rëndësi që jam. Unë kam patentë motori dhe patentë makine. Pse duhet ma bllokojnë mua? Ç'ta them unë dashur? Edhe unë kundër jam, po sepse këto makinat e tjera që janë me bateri, televizi. Ato me 3 rrota. Këto mo makinat tamam që janë me bateri. Jo, tamam, mire ke. Me bateria dhe ato, mire ke. Po, pse që kam bë? Se dhe unë kam patentë, pe motori, pe makine. Besoj që nuk do zjasë edhe shumë si gjë, kështu që faleminderit shumë i nderuar ju dhe gjithë të tive se s'kemi më kohë, do t'ju japim edhe një mesazhin e përditshëm tashmë. Investoni për veten tuaj në fondin e sigurimeve Sigal, në Sigal Invest për të pasur pensione më të mira, më dinjitoze. Niseni sot pavarësisht moshës që ju keni. Me një kontribut të paktë, aq sa mundeni, ju do të përfitoni shumë patjetër sepse kthimi vjetor për 4.6% është goxha i kënaqur në krahasim me çdo përfitim tjetër që mund të keni. Ku ka më mirë se sa të gjesh veten me 2 pensione, ato të punës që ti ke bërë ndër vite, pra pensioni shtetëror dhe shtyllën e dytë pensionit, pensioni privat i cili është shumë herë më i lartë, edhe në rast se kontribon njësoj, po themi, në vlerë financiare si në shtet, ashtu edhe në Sigal Invest, nëse ti kontribon për shumë vite të njëjtën vlerë, patjetër që në pensioni privat do të dalë shumë herë më i lartë nga sa pensioni shtetëror. Është momenti tani, telefononi në numrin e mëporshtëm që e keni vazhdimisht në ekran, më kontaktoni dhe mua për t'ju dhënë sqarimet e nevojshme, zgjidheni vesh si të doni ju komunikimin me ne apo me Sigal, dhe nëse i thoni që keni pak të mesazh tek ne, do të keni edhe më shumë përfitime në krahasim me personat e tjerë. Ishte gjithçka për sot, ju uroj një fundjavë super të këndshme. Ne do të ritakojmë gjatë ditës sot në lajme dhe mos harroni të dielën me një super emision Ora Sport, se për çfarë bëhet fjalë ende nuk e dim, por ajo që dim është që do të jetë një emision vërtet interesant. Miru takofshim.